Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se thirrjet e partive që mandatin e kaluar ishin në opozit, që anëtarët e ekzekutivit që janë zgjedhur deputet të japin dorëheqjen formale nga qeveria, janë thirrje të pamatura që do të rrezikonin një vakum institucional. Në mbledhjen e ekzekutivit Kurti tha se Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe, me votën e tyre kundër raportit të komisionit për verifikimin e mandateve, pamundësuan vazhdimin e seancës konstituive të martën. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Kurti tha se ligjet dhe kushtetuta thonë se ekzekutivi nga kjo ditë deri në ditën e qeverisë së re mbetet në detyrë me rol kujdestar e me kompetenca të kufizuara, duke shtuar se statusin e ekzekutivit të tij ai ia bëri me dije kuvendit në letrën që i dërgoi më 15 prill në ditën e seancës konstituive. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dërhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Nga ajo ditë e deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga legjislatura e 9 e Kuvendit të Republikës Kosovës, qeveria jonë ushtron të gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të shtetit tonë në zbatim të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës. Sipas Kurtit edhe mbledhja mbajtur sot është detyrim sipas ligjit, pasi sipas tij shteti nuk mund të ketë vakum në qeverisje. Qeveria nuk mund të ketë ndalesë funksionimi. PDK, LDK dhe AK kanë thënë se Kurti dhe anëtarët e qeverisë që janë zgjedhur deputet në zgjedhjet e 9 shkurtit duhet të kishin dhënë dorëheqjen më herët.